opinionistët, se ka sa opinionist, jo vetëm një seri vogël për të sqaruar edhe pjesën e produksionit, se besoj produksioni ka marrë me mend që do ndeshen burra dhe gra aty, pra meshkujt dhe femra. Dhe po se jo, nuk e kam rryer kam për disa opinionistë që komentojnë opinionistët, janë opinionistët e opinionistëve. Faleminderit. Po ka një gjë Mali, dëgjova. Ata opinionistët e opinionistëve që thua ti zemrën, mbas Allah janë që më të zotët, se po mos ishin të zotët, nuk do përsërisje llafit e atyre që kanë përsëritur ata në për video Mali. Ka një gjë këtu, ose për ju punën tamam, ose ata janë më të mirë se juve. Njëra këto dy gjëra janë. Opinionistëve thotë. Avash, se njerëzit komentojnë që shikojnë aty. Ti të për atë punë, pse e thje ti për shembull? Ti the llafit e atij botit që ka dalë atje në TikTok. Thotë që Agaj e ka ditur shumë bukur se çfarë shfrytëzë ka vënë. Jo përgjë, jo vetëm ti, po dhe Bana, ja dëgjoni llafit e Banës. Spektakli me një lojë, të merremi vetëm një spektakël. Se kuptoj se mendoj që Agaj e ka dhënë enkas të provë që të diskutojmë pikërisht aspektin moral dhe aspektin teknik. E dëgjuat, pra unë mendoj që Agaj ka dhënë ka stile të komentohet video në aspektin morale, bla bla bla, më the thash. Dëgjoj që ka thënë një opinionist kështu kot që bën ai. Flet në një herë kot ai për katamam. E pa favorizueshme normale që ishte bërë sfida nga vetë produksioni. Dhe nuk është budalla ai produksion, është tema se i zgjuar se nëse nuk do të ishte, nuk do të bëhesh kjo që unë po bëj tani që po e diskutojmë mbi këtë. Pra, është bërë kjo lloj sfide për të qenë sa më diskutuar. Ja, ky çuni unë e ndjek shumë këtë çunin, që është e vërteta. Ky çuni flet në një herë mirë. Flet në një herë e zgjat në një herë. Ky po që ta ka muhabetin i vë pikat mbi. Dhe do të që fjalët e tij çunit që ka thënë të martën, po thot ky opinionisti, po thot dhe ajo çupa aty, Bana, po thot dhe ajo po përse llafet e tij janë. Pra, Ermani nuk ka pse të impenjohet të sqaroj opinionistët e opinionistët, se ky çuni e bën që ta të rolin opinionistit kështu jashtë formatit, pa rrog, domethënë, po që fleta mem. Dhe Ermali nuk ka pse për shembull nuk ka pse ti djegi, sepse fundja fare llafet e të çunit thanë brem këta, llafet e tija që tha ky të martën. Pra, produksioni nuk është budalla, ka thënë ky çuni, se e ka bërë në mënyrë që të jetë sa më diskutueshme. Dhe Bana tha dhe mendoj që Agaj, jo më kote, ka bërë që të jetë sa më diskutueshme. Pra, këta të formatit me pak fjalë po ndiqën këtë çunin, ky çuni që është në Instagram që bën këto videot e formateve diskuton. Është shumë i mirë, ndiqeni nëse se ndiqni, se është shumë i mirë. Po që të ka muhabetin, çfarë thot ky të martën thon këta të premten. Çfarë thot ky të shtunën të dielën thon ata të hënën, ja kështu është ky muhabet, po çuçi natës ai, mi që flet po s'merr as rrog. E po opinionin pa rrog, po është më i drejtë se sa Ermali, Armina dhe Angeli. Është më i drejtë, këtë më besoni mua se unë ndjek, kam 7-8 vjet që e ndjek, është shumë i saktë. Flet në një herë kot, për shembull, po që hajde ja bën halal.